gjyrit. Ka një rritje të moshës 50 deri në 70 vjeç, por edhe nën 50 vjeç. Të paktën globalisht është kështu. Tani regjistri i kancerit në Shqipëri normalisht do të ishte i publikuar diku, këto shifra nuk janë të publikuara. Të paktën të mund të shikonin dhe të kuptojmë se si po shkon ky trendi i shifrave nën 50 vjeç, sepse vetëm duke qenë transparent me shifrat kemi mundësi të kuptojmë pak se si janë të drejtuara politikat për në dinin tuaj çfarë viti ekzistojnë, nëse ka, deri kur? Më duket se janë deri në 2019-ën, të paktën që janë të publikuara, në Institutin Nacional Publik, ndoshta zëvendës ministri gjatë këtyre viteve të fundit. Pra ka një rritje të rasteve. Në perceptimin tonë, në përditshmërinë klinike që atë shohim, ne shohim më shumë gra të cilat janë në moshë të re të diagnostikuara me kancer. Pra, e shohim në përditshmërinë tonë që ka vajza 30 vjeçare që vijnë të diagnostikuara me kancer, mirë, po perceptimi ju nuk përbën statistik, pra është e nevojshme që këto shifra të jenë të publikuara në mënyrë që ne të kemi një që të ketë një konstatim të qartë pastaj, sepse nëse ka shifra. Për sa i përket po flasim vendeve të zhvilluara në të cilat regjistri i kancerit është i mirë stabilizuar dhe shifrat janë shumë transparente dhe të publikuara, rastet e reja, në moshat e reja janë në rritje globalisht. Po, mirë, është zonja Tomini që nëse mund ta pyes lidhur me publikimin e rasteve? Mirë, dakord. Mirë, doktoresh, e vazhdojmë pak së bashku. Pra ka një shtim të rasteve. Në vija të përgjithshme, kur gratë, le themi, ose kur vinë për të bërë diagnostikimin ose kur diagnostikohet më saktë sëmundja e kancerit? Në çfarë faze? Sipas rekomandimeve, normalisht një grua 40 vjeç duhet paraqitet për të kryer ekon e gjirit shoqëruar me mamografin. Pra testimi depistues në fakt është mamografia, po duke qenë se vetë indi i gjirit në mosha 40 vjeçare e bën mamografin pak të vështirë për të identifikuar një tumor, ai duhet shoqërohet gjithmonë me një eko gjiri. Kjo është arsye pse rekomandohet që të paktën nga mosha 40 deri në 50 vjeç ose deri në 55 vjeç, mamografia të jetë e shoqëruar me një ekogjiri. Po. Për sa i përket stadit në të cilën këto gra diagnostikohen, nëse i referohemi protokolleve të depistimit, supozohet që është stadi i hershëm. Mirë, po jo të gjitha gratë vinë për të kryer ekzaminimet rutinë, pra pa prekur asnjë gjë në gjë, vinë dhe bëjnë kontrollin me mamografi dhe eko. Shumica e tyre vinë sepse kanë prekur tashmë, kanë identifikuar një gjendër në gjë dhe duan të vinë të shohin dhe të kontrollojnë se çfarë. Do të thotë sëmundja është në një fazë më të avancuar. Po, sëmundja është në një fazë më të avancuar. Jo gjithmonë, mirë, po në shumicën e rasteve kur ato paraqiten sepse kanë identifikuar diçka, sëmundja është në një fazë më të avancuar. Kjo është arsyeja pse ne bëjmë thirrje që mos të presin që të shfaqen shenjat dhe simptomat, por të kryhet eko dhe mamografia para se ato të shfaqen. Dhe kjo përbën në fakt ekzaminimin depistues screening. E qartë. Mirë, është